Dhe sot I themi mirëmëngjesi profesor Safet Spaiu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhët. Ja ku jam. Mirëserdhët. Profi, ti do jesh sot që do na ndashë se ne zakonisht bëhemi pikë 5 në mëngjes. S'është e vërtetë. Jam I njohur për pajtimin. Kështu gjatë. Do të kemi një negociator për ditën e sotme. Do ta kemi. Prof, si është mëngjesi zakonisht? Këto janë pyetje paksa banale, por në përgjithësi duke ditur jetën e artistit, se zakonisht inspirimet vinë gjithmonë në orët e vona. Mbaret. Ose nuk I dihet kur është koha e inspirimeve. Inspirimet vinë kur të vinë. Kur të vinë. Kur të vinë ata. Janë interesante. Frymëzimi për të pikturu, për të kriju, gjithmonë ekziston. Mirë po, ka shpesh herë shkoj në studion time, bisedoj me pikturat, edhe asgjë as punoj. Edhe nuk vjen ndonjë. Nuk vjen. Kur vjen, vjen. Kur vjen. Atëherë kur vjen, edhe atëherë fillon punohet. Edhe turbo. Dhe së shpejti do të kemi pra pikërisht që do të thotë, sepse ditën e martë do të kemi një ekspozitë të profesorit këtu në Shkup, në mos gaboj. Ditën e martë në Galerinë Çifte Amam, në Galerinë Nacionale, ku do të prezantohen 70 inspirime, rreth 70, vepra, domethënë 70, që do të thotë se siç tha profa në fillim, tha shkoj në galeri edhe nuk kam ndonjë inspirim, por siç duket ky vit ka qenë I mbarë. Ka patur. Nuk është ky vit, apo janë edhe më shumë. Më shumë vite, ky cikël ka fillu diku para pandemisë. Mund të them bashkë në pandemi atëherë, kur ne të gjithë ishim të mbyllur. Edhe mundeni me marrë me mend, kam biseduar edhe me kolegët e mi. Rezultatet më të mëdha I kanë bërë atë kohë. Kanë punu shumë. S'kam pas qa me bo tjetër. Edhe kështu që vinte inspirimi më shumë. Inspirimi se rrishe non-stop në studio, në atelje edhe puno. Atëherë punova një sër pikturash, mund të them diku 20-30 në atë afat. Pastaj vazhdova edhe deri ditën e sotme. Në bised në vitin e kaluar me drejtoreshën e Galerisë Nacionale, atëherë Dita Starohet, ajo më propozoi që të bëj një ekspozitë këtu dhe natyrisht Galeria Nacionale konkuroi me mua në ministri. E fituan mjetet, kaloi projekti dhe tani Dita nuk është një drejtore më, po vazhdon projekti saj, tash vazhdoj me drejtorin tjetër Alisin Nanen, I cili më kam mirëprit shumë në galeri. Bisedum për konceptin, si do t'jetë, munda kuratore Maja Kësterska, një kuratore shumë e vyer, dhe erdhën I pan, I fotografun, në ndërkohë bëhet katalogu, afishet, gjitha gjana çka duhet për propagandën, dhe natyrisht me 11 nëntor të martën, në ora 19 është hapja. Ne besoj dhe shpresoj që do të jemi prezent atje. Kështu që do ta mbulojmë si televizion, do ta mbulojmë edhe do të marrim edhe impresionet e përshtypjet e shikuesve, që do ta vizitojmë. Plot 70 vepra, Purple Imagination, po ashtu edhe ekspozita juaj e fundit, veprat e purpurta. Domethënë, çfarë është kjo lidhshmëria Zëri Spaiu me ngjyrën e vjollce? Po shikojmë edhe pamjet të Valbona. Janë vepra shumë të bukura, unë për vete e gjej një farë lloj qetësie, mirë po edhe po ashtu edhe një farë lloj zhurme në veprat tuaja. Na përcjellni pak më shumë idenë ndaj krimtarisë që keni bërë të paktën për veprat e fundit, të themi këto 5 vitet e fundit. Sa bukur kur tjerët flasin për ty, ti hesht vetëm dëgjon. Po, është këndvështrimi I audiencës themi kështu. Mirë që kanë lënë për shtypje. Pra këto vepra jo që të gjitha janë që kanë me ekspozu këtu, se shoh në slajde shkojnë edhe pikturat. Kemi grumbulluar shumë vepra. Po, janë pikturat që kanë qenë më herët disa cikle. Pra, shoh edhe Demin atje ka qenë një cikël para kësaj që e kam përmbyll faktikisht, kanë qenë edhe ekspozitat me atë. Po, sa I përket kësaj, tani që prezentohem, është edhe në teknik pak më ndryshe, sepse unë punoj në teknik të kombinuar në piktur, përdori edhe mediume jo pikturale, siç është rëra,
edhe nxjerr disa prapavija që faktikisht nuk i kam pa askund që ekzistojnë. Tani në këtë cikël të fundit janë vija të holla me ngjyrë, të cilat e krijojnë prapavin në tërësi. Janë disa nga këto të ekspozuara në pool të Kroacisë në vitin e kaluar, apo para 2 vite sa u bë, se shkojnë shpejt. Fluturojnë vitet. Në galeri në pool, duket se para 2 vite ishte. Vitin që shkoj e kisha në galerinë Kult në Gostivar, një pjesë prej këtyre. Të thotë, ti kanë qenë në diku 20 e diçka piktura në galerinë Kult, ndërsa këtu të shkojmë afër 70 janë, po ende si kam aranzhu, do të shohim se si është vendi dhe sa do të mundet të aranzhohen, po nuk duhet Cila kuj përket, cilit vendi përket? Po. Ta gjej shtëpinë. Aranzhimi është një pjesë shumë e vlefshme, e rëndësishme për ekspozitën. Nëse pikturat janë të mira, të bukura, po aranzhohen keq, ato do duken keq pastaj. Kështu që një kujdes të madh do t'i jap edhe aranzhimit, nëse ka vend për me ekspozu të gjitha ashtu si dua unë, do të ekspozohen, nëse jo, një sasit prej tyre do të tërhiqen edhe më mirë. Nuk do të shfaqen, Jo. Nga një anë edhe më mirë, sepse pastaj do të kemi ndoshta edhe një cikël të dytë, apo të themi kështu një vëllim të dytë të ekspozitës, pse jo, a? Po, patjetër, po e kisha një cikël më herët ishte pritja, ju kujtohet kur Kosova ishte e okupume edhe presidenti Rugova dilte dhe thënte durim, pritni. Ajo pritje më mungolit në kokë edhe fillova të krijoj për pritjen, kështu që kisha katrorin si simbol, pastaj u zbërthy në rreth edhe në forma amorfe ai simbol. Që kubizmi diçka të prezantojsha në formë minimaliste, ma tepër ngjyrë e madhe në prapavi, po simbolit ishin ashtu të paraqitura që krijojshin atë tërsinë për pritjen. E që tha, do të vazhdon, ishte ekspozita dytë, po mu në Galeri Nacionale këtu, në Shkup që u bo antologjia e pritjes. Pra ato veprat e zgjedhura prej krejt atij opusi u prezentun edhe pat një ehon të mirë. Pra përshkrimi atij durimi. Pastaj ktheva në anën psiqike unë se kur pret diçka të mirë, koha shon shpejt. Ngadalë në vërtet. Kur sën presësh, e mira vjen pak më ngadalë. Një datë caktuar ke do të vjen ajo ti sën pret. Po koha nuk hec. Kur është diçka për të keq, të kanë caktuar kohën kur të shkosh në burg. Timeline kur e ke. Si fluturon me një herë. Dhe që është vetëm në burg. Edhe ajo pritjat simbolike kishte se neve na thoshin prit, atëherë ne pritshim edhe s'ndodhte asgjë, prit. Sa që fillun njerëzit me ju dhënë fëmijëve të vetë emrin durim. Se u lidh të kretë me situatën, edhe ato durimet e atëherit sot kanë gati 30 vjetë. Pikërisht që në vitin 2000 keni përfunduar masterin, nëse nuk gabojmë? Po, në vitin 2000 masterin përfundova tek profesor Shqyqerimani, tani më i ndjerë, në dizajnin grafik. Po. Si kanë qenë ato kohra? Sidomos pas përfundimit të diplomimit, artisti pret një, si të them, një ardhmëri pak më të zhvilluar, pret që të krijon, të vepron. Është, si të them, një cikël i ri i jetës ku je më i frymzuar. Si kanë qenë ato vite? Si i kujtoni? Unë jam i lindur edhe i formuar në Prizren, në Kosovë, po kam diplomu Fakultetin e Arteve në 85. Tani do thoni, wow, sa plak që ka. Ja, aslaj. 85 në diplomova, pastaj erdhë puna ashtu situata në Kosovë, që s'ishte as pak e mirë, ishim të ndjekur nga policia e zane. Unë erdha, se zonjën time e kam nga Gostivari, erdha të miqtë e mi për një javë 2. Me brushat? Po jo me brushat, se me mendje për 2 javë do të rregullohet. Dhe 2 javë që vazhdojnë edhe më sot. E vazhdojnë edhe më sot.
Kështu që kur filloi Universiteti Tetovës të ndërtohet në atë kohë, në formë legale, unë u kyqa edhe pastaj në 2000 u desh të magjistroj, në ato kohët më korra të vështira, kur kufit kaloshin. Fillimet e para. Por gjithsesi ishin kohë shumë të bukura, shumë të Ishin të bukura, po mund ta them drejtor me plot gojen se ishim një gjenerat e nemur. Po të nemur sepse nuk ishin, domethënë nuk dijeshte për fatin tonë se çfarë do ndodhte. Por ambicjet ishin shumë të fuqishme. Po, sigurisht, në Kosovë vazhdoi nga ato më të hershmet në vitet 80-ta. 81-shi, demonstrata, gjana, unë atër shkova në studime. Të gjitha ato kohë në turbulenca më zunën mu si student. Në bas studimeve vazhdoj edhe deri të lufta. Mund t'ju them një send të interesante se unë në bas fakultetit të punësova në industrinë e tekstilit si dizajner në Prizren. Edhe mbrini rroga që tjetë 30 marka. Mund t'a merë një moment? Këtu rroga në Macedoni ishte 400 marka mesatarja. Sa mershin arsimtarët apo profesor, atje ishte 30 marka. Edhe ato 30 marka ishin kaq pare në dinar, kur e mere rrogën. Po, nuk ishin vlerë. Po, ishte një kohë shumë e keqe. Po them, ishte një gjenerat, ndoshta gjeneratat e sodit treja nuk ja din vlerën e kësaj që ekziston sot. Duhet ta gëzojnë. Se ka shumë ma keq, edhe ti kalon rinin në atë formë që nuk mundesh të bësh diçka shumë ma tepër. Prof, sa ndikon kjo në shprehjen tuaj? Do më thënë, gjithë ki kalvari vujtjeve i kohës që keni përjetuar gjatë gjithë jetës, do më thënë, derisa, mund të themi, pas vitit 2001-2002 filluam të rehatohemi. A ndikon kjo shumë në shprehjen tënde? Ndikon, sigurisht që ndikon. Mirë po, janë gjana që leni një shenjë në trurin tënd që nuk fshihen asnjëherë. Për shumë nga ato i të kalojmë edhe nuk është ndonjë brengje madhe. Shumë të veçantë të merrem me ato konkretisht. Je i lumtur me vetveten sepse ke dhënë diçka prej vetes për atë kohë, ke i e mundu që ta ndryshojsh situatën, të bësh më mirë diçka, edhe gjitha ato edhe ato negativet edhe pozitivet kur përzihen bjen në një situatë që është në rregull. Mirë po mandej pas e erdha në Macedoni, u inkuadrova në Universitetin e Tetovës dhe natyrisht ma tepër punë. Ma tepër punë, puna me studentët, gjithë ajo t'jep frymëzimin për punën tënde, krijimtarinë tënde. Ka një feedback, po, sigurisht se në fakultet jemi profesorët, kolegët që jemi aty, ne gjithmonë flasim për artin. Derisa kisha mbaru fakultetin edhe punojsha në Prizren, fliteshte vetëm për politikën. Ishtin rrethanat. Rrethanat, se edhe s'kishe kohë me u marrë me art ma tepër. Kur jemi më qetë, kur jemi më rehat, konkretisht për temat të cilat diskutohen, edhe mbasi edhe vjen edhe inspirimi. Thonë që shumë piktorë nuk e pikturojnë atë që shohin, por atë që ju mungon. Po thuhet. Çfarë ju mungon juve sot, profesor? Është vërtet se në vetdije e bëjmë atë punë, që na mungon diçka, po nuk do të thotë t'jetë njëtë material, nuk do të thotë t'jetë mund t'jetë emocion shprehurit, është ma tepër punë për psikologët se sa dhe thotë psikologjia i studion ato gjana, për natyrisht edhe filozofia, dhe filozofët e mëdhej kanë folë për këto. Mirë po, nuk e dim se atë që për e hudhim atje, ndo njëherë vjen nga nën vetdia. Edhe e kryojmë. Pastar e i shofim, e studiojmë, e bëjmë mirë, është qëndron bukur, tash ana formale tjetër që është kompozicioni, ngjyrat, elementet e artit figurativ, gjuha në përgjithësi artit, se si qëndrojnë ato, mandej njëna me tjetrën si do të lidhen, ku është cikli e gjitha këto me radhë. Po është e vërtet se shumë sende që ne i përjetojmë, ndoshta i kemi përjetu edhe më herët, shprehen vetvetiu në formën e asaj. A mund të jetë një terapi e mirë edhe për shikuesit tanë, që mund të jenë edhe, mos jenë edhe talente, për shembull, që s'kan lidhje
me arti figurativ, është një leksion i mirë psikologjik, për shembull, për njerëzit të cilët ndjejnë diçka, ndonjë stres momental, ose që kanë diçka, dhe le të paktën le ta nxjerrin qoftë me lëvizje të pakontrolluara. Patjetër. Janë edhe format në psikologi që i përdoren këto forma. Është mirë, kjo për shembull si leksion, po ja japim edhe shikuesve që çfarë do shqetësimi që mund ta kenë. Sidomos në psikoterapi. Ta nxjerrin në letër qoftë me lëllë ngjyra. Përjetimi i pikturës, përjetimi i artit në përgjithësi është për tërë popullin, jo vetëm ai kush ka brenga, kush ka probleme. Ne gjithë shkojmë edhe e shijojmë atë, dikush më shumë, dikush më pak. Dikujt ndonjë pikturë nuk do t'i pëlqen, dikujt tjetër po. Pra është subjektive. Arti është subjektiv gjithmonë. Ngjyra, format, vijat, gjitha ndikojnë emocionalisht te personalitetet e ndryshme. Unë doa pak të rikthejmë sepse përgjigjen nuk e mora për ngjyrën e port. Të Purt. Insistoj të di sepse është një ngjyrë shumë e veçantë, është një ngjyrë do të thoja pak a shumë edhe e vështirë. Tash nuk e di në botën e artit si të gjitha ngjyrat e kanë atë. Ngjyrat kanë simbolikat e veta. Ngjyra e përpurt është ngjyrë mbretërore. Edhe elegancë është, është haj. Aristokracia ashtu. Po nuk e kam marrë ta përdor për shkak të asaj. Është ma tepër kuptimi i gjenezës tonë, prej nga vijmë dhe ku shkojmë. Çka ndodh? Gjithmonë kemi pyetje prej nga erdhëm, si u krijuam. Pyetja që truri nuk mundet me definu është ku është fundi i kosmosit. Ku po shkojmë? Ku do të jetë fundi? Pra, gjitha këto gërshetohen aty edhe kuratoria ime në Galerinë Kult, zonjusha Vlora Demiri, një historian e artit briljante, re që vjen me hapa gjigant në botën e artit, studimin e artit, e përshkroi shumë bukur në kritikën e saj që e kishte. Dhe është në katalog edhe do të botohet edhe në këtë katalog, përveç asaj që do të bënë edhe Maja Krsteska, si kritike, do të jenë të dyjat në katalog, pra katalogu do të del të martë, e martë do të kemi dhe do i lezojmë edhe kritikat. Patjetër që po. Prof, ka kritika arti? Sepse në teatr fatkesisht po zhduket dhe mbasi mund të me A ka persona kompetente cilët në përgjithësi artistët a janë aq të lirë që të shkruajnë për artistin, që të kritikojnë ose tash mos rrim vetëm me fjalët miradije, po të paktën përderisa ti botojmë, të paktën të thuajnë përpara se të bëjnë. Tek ne kemi problem shumë për artiste. Ne kemi shumë bombardoni me këto gjana që jo, është një fenomen që po ndodhen në shoqërinë tonë. Që i dini, se po ju ndodhin edhe juve. Se po na ndodhen edhe po këtë e bëjmë me qëllim që të dimë edhe audiencën. Mua më pëlqen që fjala është shumë e lirë, mirë po jo edhe shumë persona kanë të drejtën në fakt të japin një kritik pa bazë, do të kisha thënë. Subjektivizmi është pyetje. Kur isha student në Prishtinë, shifshim ekspozitat e profesorëve tanë, ekspozitat e shoqatës të artistëve në atë kohë, edhe të nesërmen lexonim në rilindje kritikën. Fliteshte nëse është ekspozitë kolektive për ndonjërin se ky ka dështu. E shkruan me emrin e mbiemër, jo ashpër ishte. Një ekspozitë që nuk i plotësonte kriteret artistike, të nesërmen e kishte, se kishte shumë kritik në Kosovë në atë botë. Edhe për teatrin. Gjithë që shkrunin atë që e ndjenin vetë. Edhe tash ti ndaç pajtoju, ndaç mos u pajto. Po kjo është ajo kritik pastaj. Po, ajo kritik pastaj atij artisti i thonte kujdes herën tjetër kur e bën ekspozitën. Ai do të ndryshon. Po sigurisht. Sot çka po ndodh? Sot zemërohemi. Ne gjithë lexojmë vetëm gjëra të mira, pa marrë parasysh se si është ekspozita. A është shqetësuese kjo profesor? Ju shqetëson? Edhe me gjeneratat e reja, me studentët, me në përgjithësi? Më shqetëson shumë, unë du të ketë kritik të mirë. Po kur flas për kritikën e mirë, jo vetëm shkruhet, po. Jo të jetë subjektive se unë dritron nuk e pëlqej si person edhe shkruaj keq për aktrimin e tij. Po duhet ta mbështes mbi diçka. Ta mbështes, po, normal. Edhe kjo besoj se do të kishte qenë mirë. Mirë, po me çdo kritik që kam biseduar me studiues të artit,
qa do të ndodhë mandeje, aj, shka do të kthehet feedbacku për ati, do të prishe me njeri unë, do të bëhet kjo, do të bëhet ajo, janë gjëna subjektive. Jemi vend i vogël edhe nuk mund të funksionojë. Kemi filluar të bëhemi si shoqëri më emotive, se sa të përmirësohemi për fjalët të kritika. Kritikat unë jam i hapur gjithmonë në jetë, edhe janë të mirëseardhura, edhe e praktikoj gjithmonë edhe mundohem me kolegët për para se të shkrujem 2-3 fjalë, mundohem që njerë t'i këshilloj, por nëse nuk përmirësohem edhe i them, besoj që edhe në muzikë, edhe në piktur, të kemi kritikë zëra, që të paktën të dim të kritikojmë. Shpesher të shpresojmë me bazë. Shpesher me kolegët të tallemi kur shkojmë në ekspozit, nëse s'na pëlqen ekspozita, në gjithë sulmojmë atë për të mirë. Afromi, urime, mirë, super ekspozita, këndaj këthejemi kolegut në vesh. S'qenë ka mirë iqë. E kjo nuk bënë. Kjo është shumë e keqe. Ne e bëjmë si talje këtë. Më e mirë është t'ja thuash në sy, që të përmirësohet, se sa ose gjenë forma ku e bën me dje. Unë shumë herë qëndroj të jem profesor skeptike për të pyetur se veprat ashiten të një artisti, sepse unë e di që gjithëshmëria dhe ndjeshmëria që një artist krijon me veprat e tyre është ndoshta një vendimarrje personale se a mund të blihen, ku mund t'i gjejmë. Si qëndron për piktura, të paktën për ekspozitat e fundit dhe kjo që do t'jetë edhe të martën. Se njerëzve, profesor, kujtojnë që janë jashtëzakonisht të shtrenjta. A janë vërtet të shtrenjta shumë piktura? Janë. Varet për cilin. Po. Ai kush ka, ai duket e lirë. Ai kush s'ka, ai duket e shtrenjtë. Po, e vërtet. Po, a është një familje me të ardhura mesatare, për shembull, a mund ti ketë për shembull. Që është një problem tjetër, se të ne arti nuk është... Apo më shumë dhëroni, jo? Jo, arti në përgjithësi nuk është proklamu shumë, nuk është propagandu shumë në trojet tona. Në Shqipëri më tepër, edhe në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut është pak ma skeptike, mentaliteti njerëzve, jo pse se dojnë, e dojnë pikturën, e dojnë artin. Shumë e duan, po. Ajo është gjenezë. Nëse kthehesh mbrapa dhe sheh punët e dorës që i kanë bë gratë shqiptare, mahnitesh me ngjyrat që i kanë bë. Që i kanë përdorur, po. Do thotë ekziston te ata. Mirë po është lënë bazdore bash kjo që sot vlen. Edhe se i përket shitjes, ka shitje. Tash varsisht prej vendit ku shitet, varsisht dhe kush e blen, edhe çmimet varojnë, varsisht prej veprës që është. Por jo të gjitha janë në shitje? Jo të gjitha, secili artist i ka një sër favoriten që nuk i shet dënë të ketë për vetë dhe t'i le në trashëgëmi, por kryesisht shiten, se ka secili artist që është i vyshëm, ka vepra dhe ka dhe për të shit. Po shitja sot nuk është bo shitje. Marketingu thot, ne sot nuk shesim, po blejmë. Më parë shkojshë në dyqanë dhe thëshe për më duhet një qokolada, a dënë këtë, a dënë atë. Du një basme të qep një fustan, që këtë e kemi, që atë e kemi, të ofronë. Të thët oferta më përshkon në mënyrë tjetër. Nuk është që të të shkojsh t'i shesër, po ajë do hynë të ti do blenë. Do blej, pastaj do t'i rishesë. Pse po e them këtë? Sepse nuk është më vetëm në ekspozit që shitet. Rjetet sociale, galerit ndryshme që kanë prestigjioze, që i kanë faqet e veta, marrin pikturat tona, vendohen edhe atje shifën, pastaj ndodha jo. Që mund ndodhi... Ka dhe një rast pikërisht këto bëjë ato? Disa... Të pyes? Diku 5-6 vepra, më shkun për në Australi. I pëlqenë për mes. I kam panë për këta rrjetet sociale? Se shpesh ndodhë janë mashtrimet ndryshme, që mundohen që ti të paguisht i shka, ma ndaj ajti lëshon të mjetet. Po, duhet me pas kujdes me këto zhana. Mirë po këmë që ditë se me njëherë në shoj mjetet. E bëri pagesën, kështu që... Po, a i bëri pagesën, unë pas ta i ndërgova. Vetëm transportim kushtoj 1.000 euro. Dere në Australi? Dere në Australi, Sydney.
Mirë po tash ato po jetojnë në një vend, kanë gjetur Kanë shtëpinë e zënë një tyre. vend atje, vazhdon arti i Jo, e profesorit kanë që fjalën se po. shitja nuk është më se do të vjen dikush në studion në time, Aten. apo është e gjerë, apo në Ne themi galeri që diku. bota është bërë një fshat global, kështu që mund të na vizitojnë, mund të jenë gjithandej nëpër botë. Më parë ka qenë e vështirë reklamimi edhe mendoj flasim për periudhën e të mëhershme, por sot është teknologjia që na afron shumë afër, edhe është një mundësi shumë e mirë për të gjithë artistët në përgjithësi, për të ekspozuar lart e poshtë. Ne jemi në minutat e fundit, profesor. Unë kisha edhe shumë pyetje tjera. Nuk është ta pyetjet ajo. Po, përgjigja. Unë kam edhe shumë pyetje tjera të cilat do doja të dija mirë po. Do ta zhvillojmë, do të ndjekim edhe ekspozitën kur do të bëhet, do të jemi atje, të marrim edhe opinionet e qytetarëve, po. Është kënaqësia jonë, profesor. Ti themi edhe 2-3 fjalë të fundit po dy fjalë për gjeneratat e reja. Po, të flasim pak sa për gjeneratat e reja, studentët e rinj. A kanë ata ambicien e njëjtë apo sjellin novitete? Po ka kuadro të mirëfillta. Du para saj të bëj se gjithmonë është bë marrëdhëniet mes gjeneratave si kanë qenë, si reflektojnë njëra me tjetrën, dallimet e tyre. Mund të them se kjo dinamike e kohës është shumë më e largët njëri prej tjetrit, pa flas për gjeneratat, se sa më herët që ishte. Mund të them, babai im me gjyshin tim s'kan pas shumë dallim në mendimet e tyre. Do të kanë qenë shumë të parafër. Parafër. Unë me babain tim ndoshta pak më tepër, por fëmiu im me mua është ka një shkëputje shumë. Dy bota ndryshme. Për shkak të teknologjisë. Është dinamike jetës shumë e madhe. Dhe duket në stilin këta studentët e ri në... Ka shumë student që janë të mirë edhe dallojnë në mënyrën e të menduarit. Forma se si ne dikur kemi mendu, gjithë ato gjenerata që kalojnë kanë pasojat e veta në sistemin që ka qenë. Unë kam jetuar në sistemin e komunizmit. Se si është bo atër, edhe ajo të piqet në tru, edhe pse do në të mendojsh ndryshe, nuk mundës, ajo e ke. A është zëri brendshëm që të fitë, të detyron që të shprejhesh. E kam djalin tim, që ne përshëndes nga këtu, Artin, e kam dhënë emrin Art, ka studiu juridikun, me në një moment. E ka bë gati për Art, por jo. Mbaroj masterin, edhe pse kishte talent, si shumë, po. Mbaroj juridikun, masterin në Prishtinë, edhe prestashun si prindi që është mësu ma herët në sistem, ti tash duhet punësohesh, ajë se i qarë gokën për punësime. Krye shoqatën e vetë, punon me projekte, me gjana, më këtë mohë birë të punësohesh. Sistemohu diku. Mirë, me tha, unë do të mbyllëm 8 orë me një zyrë, edhe që vorë, unë du të punoj me resurset njërzore, atë kam. Mencia e të rinjë Ne do ta vazhdojmë. Pikërisht e ti. Tu për i gjejë edhe studentët tjerë. Do ta vazhdojmë bisedën këtu në studio, mirë po ne duhet që ta përmbyllim emisionin. Profesor, faleminderit shumë për faleminderit juve, ishte kënaqësi për bisedën, edhe suksese, edhe u shtofshin ekspozitat, edhe veprat dhe qofshin veprat tuaja. Pra të martën në ora 19 ju pres. Pra miq dashur, të martën në ora 19 do të shkojmë ta vizitojmë në Galerinë Nacionale, të ndjekim pikturat të cilat sjellin shumë jetë dhe të shohim se bota imagjinare e profesorit Safet Spahiu çfarë na ka sjell këtë radhë. Mirëmbëjtje dhe qëndroni me Alsat. Mirupafshim të hënën, të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje, fundjavë të këndshme.